kujtuar Napoli, me gjithë ushtrinë time, dhe pasi t'u jap paratinë dhe dërmën armiqve të trembur. Duke plotësuar dëshirën time të kthehem shëndosh i mirë në atë dhe fitimtar, e triumfator në vatrat e mia, i nderuar dhe i ngarkuar me plashk lufte. Pas kësaj lutje kryepeshkopi bëri ceremoninë hyjnore dhe pastaj, si tha, edhe meshën dhe me anë të Boris, tha shenjën e nisjes. Dhe u nisën më njëherë të mbarë, e mjaft të fortë, prandaj, dhe u zhdukën me të shpejt nga sytë, dhe s'po dukeshin më nga toka. Mirë po pas pak kohe. Ngrit një mjegull që i mbështolli, e i mbuloi me një mënyrë të tillë, që zorët i shmangeshin anijet. Për plasjes midis tyre, me gjithë këtë, ta lundruan me këtë mjegull dhe me këtë mënyrë, gjerë në mbrëmje. Kur doli përpara Ishulla Augusta, kapedani. I anijes, duke parë se era po ngrihej me një fuqi që shtoi, pa pushim, dhe se deti po tronditej nga një stuhi shumë e madhe. Ta Skënderbeu që dëshironte, drejtoheshin atje. Skënderbeu ja pëlqeu mendimin, dhe tërë flota u fut në liman, atje. Pasi lëshuan e ngulën Speranca, dhe një 8 ditë të vonuar nga stuhia shumë e madhe, ka fuqia e erave dhe nga dallgët e detit, kur pushoi stuhia, dhe filloi të frynte njëri e mbar, si mbaroi edhe lutja që bën. Të gjitha anijet i ngritën me të dalë dielli Sperancat, dhe u nisën nga limani, duke lënduar për tërë atë ditë dhe për tërë natën që pasoi. Dhe kur zbardhi drita, u duk bregu i Apolis. Skënderbeu pyeti atëherë se cili ishte ai vend aty afër. Dhe kur dëgjoi se ai quhej Maj Lishën e Angjellit, ta atje drejtoi në anijet, sepse unë nderoj frojt për Angjellin Mikael. Dhe kur vendin e pan me sy, ai u lut Perëndis që ardhja e tyre në Apuli t'u dilte për mirë si vetë atij, si shokëve të tij. Pastaj dha urdhër që t'u jepnin anijet dhe flotat. Mori të poshtë brenda një kroje të shkurtër, ju afruan tokës. Atëherë, duke kërcyer nga anija, bashkë me kryepeshkopin dhe disa ushtarë, kërkoi përpara vërtonjësit që t'i njoftonin, po të shikonin gjëkmundi armiq. Këta u kthyen dhe i solën lajme se armiq nuk ishin larg, ndërkaq. Skënderbeu, pasi u ngrën bukë dhe morën veten, u kthyen në anijet bashkë me të vetët, dhe urdhëroi që anive t'u jepte një drejtim në qytetit të mbar. Duke lundruar me erë të mbar, ato u futën në qytet, ndërsa forcat dolën të gjithë në tokë. Kur duka Joan, bashkë me kontin Jakob, panë se Skënderbeu kishte ardhur për ndihmë të mbretit Ferdinand, me një ushtri aq të madhe, dhe të pajisur, e lanë rrethimin dhe u tërhoqën së andejmi, bashkë me forcat e veta, duke ngulur çadrat pothuaj 3000 hapa larg. Ndërkohë Ferdinandi, kur e pa se ishte liruar nga rrethimi, dhe se armiku ishte larguar, e la qytetin nga gëzimi dhe i doli Skënderbeut përpara për ta pritur. Me t'u takuar, i u lëshuan shoqi shoqit, dhe duke puthur e përqafuar njëri tjetrin, hynë në bari të brohëritur me gëzim të pazakon nga të gjithë. Pothuaj tërë qyteti ishte tundur e ishte dridhur për të pritur Skënderbeu. Filletarat e çdo seksi dhe të çdo moshi, të gjithë të gëzuar si në fest, po vraponin pa dallim e kush më parë, në qendër të qytetit dhe pranë vendit ku qëndronte kapedani. Asgjë tjetër s'dihej ditën e natë. Nëpër qytet, asgjë s'dëgjohej nëpër lagje, e nëpër sheshe, veç se zërat e atyre që bohëritnin e lëshonin në prit magazimi për ardhjen e prijesit arbëror. Nga njëra anë qytetarët dilnin për qytetit e shkonin në anijet, nga ana tjetër. Arbërorët drejtoheshin në qytet e në muret, bridhnin fushave dhe fshatrave kryenin punë të ndryshme. Një palë shilonin kuajt, e të tjerë gatinin frenat, disa armët, një palë tjetër predhat. Gjithsecili po merri me detyrën e vet. Asnjëri s'rinte pa punë, apo në plogështi. Diçka do të bënte dhe të gjithë gatiteshin për luftë.
sigur të kishin për të ndeshur që atë çast me armiku. Me gjithë këtë, kur u gdhi, Skënderbeu u nis me disa nga forcat e veta për të plaçkitur vendet e atyre që ishin erdhur nga ana e armikut, dhe pas premtimit u kthye në Bari. Me plaçk të madhe, të cilën e dha për të ndarë ndërmjet ushtarëve të vet dhe qytetarë. Pastaj, ditën më vonë, thiri në mblodhje të gjithë ushtarët e vet dhe i ndezi për luftë, i nxiti për fitore kështu. U kujtohet o burra të fortë dhe bash luftëtar të mi. Kryet rima, se ma ka zënë dikur veshin që Belisari, ai kapetani dhe perëndori me emër i Bizantinit, kur bënte fushatën e vet kundër belgasve ose angleve, kundër të cilëve u nis me një flotë të madhe, dhe të cilët pastaj i shtiu edhe në dorë. Sapo nxori fuqitë e veta në tokë, me qëllim që ushtarët të mos i kishin mendjen për të kthyer në atë dhe të mos ziheshin robër në vend, që të dinin fitimtar, i dogji dhe i zhuriti në zjarr të gjitha njët, sepse po të mbaheshin nga shpresa, e të përfitonin prej tyre, ta nuk do të luftonin me tërë forcat dhe gjerë në vdekje për t'i arritur asaj fitore. Unë qohë qartë si drita, se pikërisht një gjë e tillë ngjau edhe me ne ushtar të mirë, por të dashur. Me të vërtet ne, larg shtëpisë, larg dheut përtej detit, në një vend armik, e në një truall të huaj, ndërmjet armish e kundërshtarësh nga të katër anë, jemi fare pas një shpresë volie për të kthyer në atë dhe punët tona janë në një gjendje të tillë, ta që shumë pak mundemi ne të mendojmë ato që ndrojmë apo të kthehemi në qëkëndej, sepse përveç huajve, armëve dhe zemrave që s'na ndahen nga armët, neve s'na ka mbetur gjë tjetër. Madje për ne s'ka më shpëtim, veç se po të arrim do një fitore të shkëlqyer dhe të shënuar mbi armiqt. Por ne ushtar duhet të jemi të qetë, sepse unë shoh që jemi grumbulluar këtu të gjithë me urdhrin dhe vullnetin ujnor, që të ruajmë dhe të mbrojmë trashëgiminë dhe shtëpinë e Krishtit. Kishën dhe selin e tij të shenjtë, prandaj ai do të na dërgojë neve fitoren e lehtë dhe të shpejt nga qielli. Ne duke luftuar në emër të tij dhe me ndihmën e tij kundër armikut, do ta dërmojmë dhe do të kthehemi fitimtar e shëndoshim mirë në atë duke triumfuar. Për këtë unë s'kam asnjë dyshim, kur si e ndërmend së pari, burorin dhe trimërin tuaj të njohur. Kur mbaj parasysh pastaj, tërë ato fitore, të arritura prej jush, tërë ato kërdira e badërdira, bërë armiqve. Prandaj me besim në fuqitë dhe burorin tuaj. Unë e mora me kënaqësi për sipër, mbi supet e mia këtë fushat, sepse me trimërin tuar, unë jam mësuar të shpartalloj, të shfaros ushtrinë dhe forcat ushtarake të tjera, shumë më të mëdha dhe shumë më të fuqishme. Aq më tepër ushtarë të mi, burra të fortë dhe kryetrima. Ju do t'u jepni aratin dhe do të ndërmorni këto forca të paka, të ushtri dhe armik të dobët, i cili siç e pat, vetëm nga emri ynë, që ta themi kështu, para se të na shikonte me sy dhe të përleshje me ne, u ambathi dhe e lare thim. Për ne ushtar, mbetet që ta ndjekim këmba këmbës këtë frikacak, që tani ka marrë aratin. Për dëgjoni ju lutem, në rast se armiku ynë frikacak dhe i paaft për luftë, do të doj që të apres dhe të përleshen me ne, mbi që se bën dot. Atëherë, unë do të dëshironja para së gjithar, që ta vëm në lojë dhe t'ja marrim mend me sulme të shpejta dhe me ndeshje të pandërprera, e goditje të dëndura nga të katër anët, dhe kështu ta lodhim krejtësisht. Pas kësaj, ose të japim dërmën, po deshëm, ose ta zëm me lehtësi të gjallë. Dhe me të vërtet ai është i armatosur rënd dhe këmbët i ka të zëna keq nga pesha e madhe dhe nga raqet. Huajti ka të veshur me hekur, që s'janë të zotë për ta ndjekur ne, as të aftë për të ikur vetë,
përkundrazi. Ne të gjithë jemi të armatosur shumë lehtë dhe kuajt i kemi shumë të lehtë dhe shumë të shpejt e të gatshëm për çdo gjë. Prandaj bashkëluftëtar të mi, forca të dashur, e kryet rima, se cili jush le të bëhet gati, e të gatit armët, predhat, kuajt dhe gjërat e tjera të nevojshme për ndeshje, sepse nesër Zoti përpara do të sulmojmë armikun. Në mëngjes, sa zbardhi drita, ushtarët arbëror, cilët u ndezën tani edhe më keq nga këto fjalë dhe po e lypnin me gjithë zemër ndeshjen, pasi dëgjuan më parë meshën e t'u dhënë shenjë e borisë, dolën të gjithë të raditur e të gatitur me flamujt e vetë në fushë kundër armikut. Por duke qenë se Prius i arbërit e quajti të mjaftë për atë ditë, dhe bënte vetëm provën e parë të betejës, me qëllim që armiku ta ndërkonte se çfarë luftëtari ishte e sa i zoti në armët. Ata u përleshën me të, jo me të gjithë forcat, as me ushtrinë të rjeshtuar, as duke mbajtur rregullin e të luftuarit, por provuan një ndeshje fare të lehtë. Në këtë ndeshje dhe betejë, vran me siguri nga ushtari i Agalit 30 veta, uzun robër 20. Nga ushtarët arbëror dhe i period, nuk pati asnjë rob, vetëm 4 të plagosur. Prandaj këta, të kënaqur sa më zbëhet e tërzëmër, u kthyen në të gjithë fitimtarët nga betejë dhe hynë tërgas në bari. Të nesër më Skënderbeu bashkë me mbretin Ferdinand, pasi i thirrën në mbledhje kapedanët dhe kryetarët e kampeve. Si italianë, si arbëror, filluan të mendonin se ç'duhej bërë, se a duhej hedhur kund galëve me tërë ushtrin, apo duhej shkuar në Abrutium për t'u çelur e liruar rrugët, udhët kyçe dhe shtigjet forcave të Piut e të Sforcës, të cilat ishin dërguar për ndihmë të mbretit. Në fund fitoi ky mendim se duhej nisur për në Abrutium me qëllim, pasi të mblidheshin të gjithë forcat në një vend, të luftojë kundër galëve me tërë ushtrin. Pasi u vendos një zëri që të shkojë në Abrutium për të marrë ndihmën e shokëve, u lëshua një urdhër për të gjithë ushtarët, si për ata të mbretit, si për arbërorët, që të ngjesheshin armët dhe të bëheshin gati, duke marrë me vete edhe ushqime të thata për 5 ditë. Pas kësaj pune, ushtria, me përjashtim të trupave që lanë si roje në qytet, doli e gjithë bashkë me mbretin dhe me Skënderbeun, e pasi kaloi më para syve të galeve, po vazhdonte drejt për në Abrutium, pas një lëvizje nga ana e armikut. Ka që thonë se ushtarët e mbretit u larguan natën fshehuraz, pa u ndjerë. Me të arritur atje, i sulmuan, pa pritur, nga të 4 anët armiqt, që ruan në hyrjen dhe i dërmuan, pa pandehur nga përpara, nga prapa dhe nga çdo anë, duke vrarë pjesën më të madhe të tyre, dhe duke i zënë robër. Kështu u liruan hyrjen, do a hapën rrugën shokëve dhe forcave ndihmëse, në krye të cilëve ishin duka Frederik Urbini dhe Aleksandër Sforca. Në të gjithë këta pastaj u shkridhu u formua një ushtri e vetme, e cila i ngriti çadrat pan Urarës, qyteti Apulist, që ishte në sundimin e mbretit. Prej këtij vendi Priesi arbrit, pasi la mbretin bashkë me ushtrinë italiane, nis vetëm me forcat e veta për në bari, sepse kishte frikë, ndoshta se mos konte ja po, si del parak dhe i zgjuar që ishte. E shtynte me ndonjë mënyrë qytetin në fjalë, për dorëzim, apo mos shkonte atje dhe e pushtonte me armë. Kur pas se çdo gjë atje ishte siç ja donte zemra, u largua sa ndemi, pasi rregulloi punët dhe vendosi që të dilte me forcat e veta dhe të përleshej me kontin Jakob e me dukën Joan, duke luftuar me tërë ushtrinë të raditur. Duke i ndërzyer për luftë, ata nuk ja bën bisht ndeshjes me të, dhe pasi u radhitën forcat nga të dyja anët, dolën në fushë. Skënderbeu kishte ndarë ushtrinë e vet në 3 pjesë, prej të cilëve njëra si kishte vënë në krye Mojsin nga Dibra, tjetrin Gjuriçin, një prej motre, burr trime të provuar,
kurse të tretin, me të cilën dëshironte që të përleshej me Kontin Jakob, e mbajti vetë. Dhe kështu, pasi radhiti këto në këtë mënyrë, dërgoi përpara sipas zakonit shqiponjat dhe flamujt e vet, dhe me të buqitur boria, ja filloi një përleshje shumë të ashpër me armiqt me të cilët pothuaj luftoi tërë ditën, duke i sulmuar nga 3 anë. Më në fund e luftimet e paprera dhe me ndeshjet e ndëndura që bënte për herë e më shpesh me njërin dhe tjetrin anë, siç e pat vendosur që më përpara, ai e lodhi dhe e ligështoi kundërshtarin. Shpresa që kishte patur u plotësua, ashtu siç e prishte, sepse në këtë betejë armiqt që u vranë dhe që u zunë gjallë, qenë të shumë, përkundrazi, nga arbrorët e periudhët u vranë fare pak, më shumë u plagosën, asnjë pothuajse nuk u zu. Por Pichenini, i cili ishte i rrahur në punët e luftës, kur e pas Skënderbeu, ushtarët arbror ja kalonte në luftë dhe në armë. Mendoi si dinak që ishte, në mund të takojë dhe të fliste me Skënderbeun. Base bisedonte me të dhe e binte që të ishte dorë nga armët dhe ta pushonte ndeshjen. Se u shkëput nga radhët e ushtrisë, doli para të tjerëve dhe me zë të lartë e thiri Kastriotin me emër, duke e grishur dhe ju lutur që të bisedonte me të. Skënderbeu, si i begenisur fort dhe i patrëmbur që ishte, nuk ja kundërshtoi as pak kërkesën për të folur e për të biseduar. E pasi u shkëput nga të tjerët, u drejtua për tek ai, menjëherë sa e vuri re. Me këtë mënyrë, të dy kapedanët u larguan nga kampet dhe dolën jashtë tyre në shesh. Tjenë në një vend që zgjodhën mu në mes dhe që dukej mirë nga të 4 anët. Me qëllim që të mos ngrihen ndonjë pusi, u takuan. Pasi hoqën luftëtarët në një largësi të barabartë. Konti Jakob, kur pas Skënderbeun, mbeti gojë hapur, pa nxjerrë zë, si i goditur të thuash për rufeje, nga admirimi dhe s'poja hiqte syt dhe vështrimin që kishte hedhur e ngulur mbi të. Skënderbeu, pasi la shpatën dhe armët, i ofrua i pari çarmatosur. E kapi me duar nga mezi dhe e ngriti për pjetë, si pakët që ishte nga trupi. Pastaj, si që kishte zakon e puthi dhe me njëre lëshoi lehtë. Atëherë, Konti Jakob, gati për një të gënjur me çdo fjalë dhe verbë, ja filloi me qëllim që të rriste besimin e paqen. Të shtije se kishte për ta biseduar me të për një çështje të madhe e për të kujdesur për shumë gjëra. Ai zëtoi se do të bënte një që galët ose ta linin krejt krajinën e mbretërisë së Apulis dhe të ktheheshin prapë në Gali, ose të griheshin të gjithë. E mbreti Ferdinand ta gëzonte i qetë dhe në paqe sundimin e vet. Ai thoshte se dinte mirë që galët në fjalë, të cilët prej natyre ishin të pacip dhe mendim dhënj, dhe ushqenin një urrëtie që në djep kundër italian. Po ta kishin Apulinë në dorë, nuk do të mjaftoheshin vetëm me të, por do të kërkonin sundimin e gjithë Italisë, njerëzit e së cilës i kishin sklevër si kafshë. Për këto, dhe për shumë gjërat e tjera, të cilat synonin nga njëra anë në të mirën dhe nderin e mbretit Ferdinand. Nga ana tjetër, në lavdin dhe dobinë e pamës së vet, princi Skënderbeu, dotoi Konti Jakob se do të bisedonte dhe të kujdesej me Skënderbeun, ai i cili